Policia ka arrestuar 2 persona, ndërkohë një tjetër është proceduar në gjendje të lirë, pasi dyshohet se janë pikërisht autorët që ndezën vatrat e zjarrit në Kavaj, Vorë dhe Mallakastër, vatrat e evidentuara gjatë 24 orëve të fundit. Në Kavaj në fshatin Sterbeg, Blut arrestuan një 54 vjeçar, pasi dyshohet se ndezi një zjarr në tokën e tij, por flaket me pas u përhapen duke përfshirë kullota dhe 300 pemë, agrume dhe udhinj. Ndërkohë në Gjokej të Vorës u kap një 43 vjeçar, pasi sipas policisë i vendosi zjarrin tokës së komshiut, duke shkaktuar dëme të konsiderueshme. Në gjendje të lirë është proceduar dhe një 39 vjeçar nga Levani i Fierit, pasi ka qenë duke tërhequr me karaoatres një makinë të aksidentuar dhe si pasojë të fërkimit me asfaltin ka shkaktuar shkëndi dhe për pasojë është djegur një sipërfaqe toke. Ndërkohë nga fillimi i muajit qershor deri tani, policia ka arrestuar dhe proceduar 29 persona të dyshuar si autor të zjarreve në vend.